Ai e kupton që babi ishte me fushat dhe humbi. Ai erdhi në fushat. Erdhi në fushat dhe mori djalin. Interesuar erdhi dy herë patjetër për shkak të mungesës gjatë 2 muaj. Në Vlorë atje? Po, patjetër. Po, dhe? Edhe i kuptonte? Patjetër është një brez që kupton më shumë se brezat tanë njëri kohë. Djali është mos gaboj 8 vjeç e gjysmë. Më bëhet qefi që do të ka filluar ta kuptoj babi. Për tek kësaj, Edvin, jemi i qartë tani çfarë ka ndodhur në zgjedhje? Po, patjetër. Çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e 11 majit? Shiko, në zgjedhjet e 11 majit ka ndodhur disa gjëra, që besoj që duhet t'i analizojmë, t'i themi së pari. E para punës që ka ndodhur është që zgjedhjet, për mendimin tim, janë zgjedhje shumë të njollosura. Dhe natyrisht nuk është problemi tek rinumërimi. Pjesa dërmuese e deformimit të votës mbi masën 9% ka ndodhur para procesit zgjedhor. Gjëra që janë thënë dhe më parë, dhe nga Sobe Odiri, edhe nga partitë politike. Pasi ka drejt zotë Berisha. Më falë, nëse doni mendimin zotë Berisha, më të rrisni të, nëse më keni thirrur mua të jap mendimin tim, ky është mendimi im. Si iritohesh kur përmendet zotë Berisha? Ose unë nuk e referohem mas Berisha as Ramës në mendimet e mia. Jo, koincidon dhe jeni në unison me tjetër mendim. Po masë koincidon dhe me flamurin, se intelektualisht jemi afër një tjetrit, kështu që mos e marr bash. Kjo ishte ironi? Jo, kjo është e vërtetë. Nuk ka arrim dot te nivel kaq lartë, nivelin. Që sarkazmi jote është shumë therrse. Po me që pyete, po them ose me zonjën Kalaj. Kështu që zonja Kalaj ke fjalën për Ardiana Kalaj? Po. Ose çfarë problemi ke me Ardiana Kalaj? S'ka problema, kemi të njëjtin mendim, po them sipas teje. Jo, ti nuk the të njëjtin mendim, ke të njëjtin nivel. Ti the mendim, unë po them, po unë e përmbaj çik veten, nuk shkoj deri te niveli legjendave, me këta të vdekshme. Dhe thua që rregulluri përmban veten, unë e besoj këtë. Jo, merr me të vdekshmit, nuk merr me ata që ata janë hyjnorë, është tjetër nivel. Ky Rama janë tjetër gjë. Ka qenë dhe Meta një kohë, po sot është tjetër kund. Kështu që ky është perceptimi për zgjedhjet, ka qenë edhe përpara, patjetër, po në fushat e kupton qartë që ato që janë thënë dhe nga disa përfaqësues komitetit ndërkombëtar, dhe nga disa seli diplomatike, me gjuhë të qartë, të ashpër, por diplomatike gjithmonë, që zgjedhjet janë zhvilluar një trysni shumë madhe ndaj administratës publike, që sot është në një përmas. Kush të bëri trysni ty? Kush bën ty trysni? Unë se mendoj. Jo mua, më njerëz, se unë një vot kam. Puna nuk është. Atëherë kush i bëri trysni zgjedhjes? Unë po flas ndaj administratës 1 dhe zgjedhjeve 2, nuk thash mua. Po administrata ti se di që do të votoj ty. Ata Irlandën ti marrim një nga një gjë? Po. Mos kundërshtojmë a priori. Spari, një gjë që kam thënë gjatë gjithë vitit fundit, administrata publike është rritur nga 110.000 në 2013 në 180.000. Nga 110.000 deri në? Ka shkuar në 185.000. Këtu janë shtuar gati 70.000 persona administratë që në fakt janë patronazhist, part-time dhe administratë publike një herë. Ky është fjalim? Ky është fjalim, ky është realitet. Po realitet, ti thua është rritur, ke drejt, është fakt. Tani që këta janë patronazhist opinion, se ti se vërteton. Tani unë besoj se jam ata njerëz që e njohin administratën publike, se ti e di që kam qenë sekretar i përgjithshëm. Unë që shumë, prandaj po them. Drejtuesi më i lartë civil i administratës publike në Ministrinë e Mbrojtjes, 4 vite. Si vërtetoj që 70.000 janë patronazhist? Po, mund ta mbaroj unë. Po, më leta flas edhe mund ta mbaroj. Po. Në vitin 2013 kishte ende nevojë për shkurtime, jo për rritje të numrit të punonjësve të sektorit publik. Këta e shtuan me gati 40%. 40%. Çfarë tregon që këtu janë marrë njerëz në punë që s'kan asnjë punë për të bërë. Një. Çfarë punë tjetër mund? Bëjnë këta përveç se çdo 2 vjet dalin në fushat dhe bëjnë vota. S'kan asnjë punë tjetër, se nuk kanë punë në administrat. Kështu që u mbetet merren vetëm me këtë punë, dhe dihet se çfarë janë marrë. Kanë marrë njerëz PD-s patjetër. I kanë mbyllur në shtëpi, kuptimin që mos dalin fushata, mos jenë aktivistë PD-s. Ka njerëz që kanë pranuar këtë. Dhe kjo është fatkeqësia akoma më e madhe. Dhe së dyti, presioni ka qenë i qartë në gjithë sektorët, arsim, shëndetësi, në naftë, po themi. Shikoj, isha një takim në Karbunar të Bashkisë së Rinisë. Dhe po bisedoja me disa miqtë e mi, u shkova për vizitë për këtë çështje, për i takuar, më thanë që këtu nuk bën dot vota se këtu punojnë gjithë në naftë, në shtet. Asnjë vot nuk merr opozita këtu. Gjithë votat i merr qeveria. Çfarë që punojnë bashki, po ashtu. Dhe sektori publik ka që rritur patjetër që krijon një problem madh kur ti e keq përdoron. Ju e dini që administracia është kërkuar 5 vota në emigracion. Jo më këtu, po. Dhe mua më thanë. Do ta vërtetosh? Unë besoj se kanë takuar mjaftueshëm njerëz për. Jo, do ta vërtetosh këtë, sepse ky është krim zgjedhor. Landi. Kjo nuk është çështja ime, kjo është çështja e Spakut. Një.
edhe gjykatave dhe prokurorisë. Jo, ti kur e thua publikisht, është çështje. Po përderisa më kanë thënë hapur në çdo takim me 10 njerëz Jo, si nëse ty Partia Socialiste të hedhin gjyq, si e mbrodi vetë? Po mund hedhin në gjyq, më bëj çfarë duan, po pas më keq ku vënë por kanë marrë pronat i kanë çon spaçë, çe problem do merret gjyq për shpifje. Kemi mbajt më shumë edhe si racë edhe si krain, kështu që edhe si shqiptar nuk është problem. Nuk më impresionon fare. Mua më kanë kërcënuar për shkak me telefon. Një drejtues i lartë, jo, një vit para. Ka kërcënuar? Po. Po pse? S'kam. Për çfarë të kërcënoj? Se ato çmendur por pse? Sepse ti ke qenë nga e djatha shqiptare. Në një debat. Nuk ka më aktiv në media. Pas një debati publik, kur isha sekretar marrëdhënie publiku, mbas disa shkëmbimesh deklaratash, po? Një nga drejtuesit më të lartë shtetit shqiptar ka çuar një mesazh me tonë kërcënuese. Jo me tonë, me kërcënim të hapur. Kërcënim jetë? Jo me jetë, jo. Po që? Është e femër, kështu që. Është zoj. Po, dhe unë s'e kam bërë publike kur, as do ta bëj publike kur, as emrin, as person. Jo, po e bëre publike ti, s'ke bërë? S'kam bërë as emrin, as përmbajtjen, nuk do ta bëj herë sepse unë ndërruaj. Jo, më e bëre ti. Edhe një, unë ndërruaj etikën time. Por kur guxon i çon sekretarit marrëdhënie publiku të PD-s, mesazh të tillë, imagjino ç'a bën me. Kjo do një vit para? Një vit, kur ka qenë PD zyrtar, po një vit e parë. PD zyrtar do të thonë me kryetar Lulzim Bash. Po. Kështu që imagjino ç'a bën njerëzit që. Ai ishte ministër? Ta që ta lëm fare se kush. Jo vetëm kaq. Jo, nuk ta them. Jo këtu këmbgul. Ti më të këmbgulësh sa duash, po unë do këmbgul që mos ta them. Edhe ti më jep besoj që. Ora unë di që ti je. Po thash po thash jo. Edhe kur guxojnë bëjnë këtë, imagjino ç'a bëjnë me administratën publike, ç'a bëjnë me njerëzit poshtë, ç'a kanë bërë me tatimet, ç'a kanë bërë me taksat, me doganat, ku ta diun se çfarë me inukun, me policitë bashkiake, se ne dim çfarë do të Tiranë për ditë. Ashtu. Këta shkretët që shesin e tregu fshatat i lagje ime fluturojnë për ditë nëpër bagazhet e forestratëve të bashkisë, nuk shesin dot i kile tomate. Ndërkohë këtej pastaj falen miliona euro gjoba. Pra kjo është situata, është rrugë Elbasan. Te shkolla balet. Është nga trajt më ndaj fshatarë të Tiranës, por që e kemi fat që e kemi ndalë dhe për ditë luftë e policisë bashkiake me këta. Pastaj falen miliona euro gjoba. Një para zgjedhje për shkak të thua që ato zgjedhje janë të mira të rregullta, nuk janë zgjedhje të rregullta. Dhe këta e kanë thënë qartë, edhe ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës e tha para 2 ditësh në aty CNN, edhe shefi i misionit ose BOD-it, ku foli qartë për intimidim, friksim të administratës. Mbas ta kam çuar si lajm, kam përshtypur. Tani këta ndërkombëtarë do t'i çojnë edhe këta për shpifje. Apo vetëm. Ti duke thënë që në raportin përfundimtar të OSBE pritet kjo. Nuk po flas për këtë fare. Po jo, ajo certifikohet. Kjo është sipas teje. Jo sipas meje. Sipas meje, qendrimi ndërkombëtar nuk ka certifikimin e bën KQZ. Shpan rezultatet e bën KQZ, nuk e bën OSBE-diri. Ata kanë rol këshillues. Që kemi qartë. Po thanë ata, zgjedhjet nuk vlen. Nuk kanë autoritet, po që zgjedhjet ata ata janë punë pas vetë ç'a ishin. Ç'a zgjedhësh? Se s'kanë nevojë të më thotë OSBE-diri, kur mua më thon njerëz të afërt mit, nuk dalim dot fushat për ty, se kam grua mësuese, kam babain infermier. Një pjesë më dërmonse e tyre njerëz të trembur të friksuar. Kaq. E kam në arsim, e kam shëndetësi, e kam në naftë, nuk punon, nuk dilnin. Do të japin 2-3 vota, njerëz që mund bënin 50, 60, 70 vota. Nuk u angazhuan fare. Dhe ma thanë paktën troç. Kjo tregon klimën në cilën janë mbajtur zgjedhjet. E kam thënë javën e parë mbas zgjedhjeve që tonë qenë se zgjedhjet e 26 majit pa të rrahura apo me intimidim. Dhe këtë thotë ambasadori ose BOD-it i dërguari. Intimidim i hapur i zgjedhjeve. Pjesëmarrja në administratë, intimidim për mos marrë pjesë në aktivitetet publike. Po çfarë do ndodh me këto? Për mua, këtë se di, unë nuk jam Kasandër. Jo, nuk është punë ti je Kasandër, po çfarë parashikon? Di një gjë, unë parashikoj një periudhë të turbull. Sepse kuptoj që kjo qeveri dhe opozita kryesore kanë mbushur kupën prej kohësh. Edhe opozita kryesore. Po pse, akoma s'e kuptuar që në tavolinë dhanë këta zgjedhjet me kodin zgjedhor, me listat e mbyllura, me votimin me postë. Se do flasim më tej pastaj për Jo, prit. Do të Kulluri, ti je duke thënë që Partia Socialiste ja morin tavolinë Partisë Demokratike. Jo, mos e kam marrë Partisë Demokratike. Tu po flasim për votën. Shikoj edhe një herë. E para punës në to zgjedhje nuk ka qenë vetëm Partia Demokratike. Zgjedhja kanë qenë paktën 5 koalicione të tjera me potencial për të marrë vota. Partia Demokratike mori pjesën më të madhe, janë 100 vota partitë e reja, ti e di shumë mirë punë. Po? Vetëm për shkak kodit ka ikur 80% e mandatave të mundshme që mund merreshin. Dhe kodin e Tirana e bëri me Sali Berishën, se bëri me mua. Apo. E mbam në debatin e Alibejt me Bylyk Bashin atë kodin. Dhe propozimi i zotit Alibej ka qenë për kodin zgjedhor, ka qenë mirë i mundshëm, unë jam kënaqur kur kam dëgjuar. Që këta e rrezuan, pavarësisht se ishte i jashtëzakonshëm. Dhe gjë që ka ndodhur këtu, që këtu është intimiduar dhe gjykata kushtetuese nga të dy palët bashk, ku gjykata kushtetuese herën e parë rrezoi
kodin me listat mbyllura, e certifikoj herën e dytë. Po e njëjta gjykat, që për mua është e papranueshme, por ne e pranojmë sistemin juridik. Ky është, do ecë përpara. Kush e bëri amnistin penale ndaj njerëzve që ishin hetim apo dënuar nga SPAK-u? PSD. Janë pak të tre, dhe e treta, katërta që është më rëndësishme, po të shikoni rrjetin e kompanive që pastrojnë parat në dosjen Veliaj, Meta, Berisha, janë 2-3 kompani që janë po të njëjtët njerëz që pastrojnë parat si për njërin, si për tjetrin. Pra kjo është qartë që këta janë në pazar bashkë, edhe politik, edhe, po themi, informal, dhe në biznes, dhe në aktivitet kriminal, se pastrimi i parave është aktivitet kriminal. Kështu që kjo është situata në të vend, ta dy palë vazhdojnë, drejtojnë njëra majorancën, tjetrën opozitën. Shqiptarët fatkeqësisht i votuan prapë në masën 85%, dhe unë besoj që pjesa dërmuese e shoqërisë ka një përgjegjësi për të situatë, sepse mua aty për shembull Ka faj populli? Populli ka fajin e tij patjetër. Ka faj populli? Po natyrisht që ka faj populli. Zotë Kulluri, po ma bisi këtu se e kanë dëgjuar dhe nga Partia Demokratike. Si mund të bësh faj populli? Edhe një herë. Kushit, po mirë, pse s'më detyron mua njëri të ha presionin, apo ty, apo tjetër. Po këta 200.000 tjerë, pse nuk i detyron njëri të votojnë nën presion. Bertolt Breti tha të ndrojmë popullin. Njësoj janë të dy palët, edhe ata që han presion, ata që nuk e han janë njësoj. Apo jo? Po jo, ta masivizosh këtë është gabim. Sa është masivizim? 85% shqiptarë, por mua kanë votuar keq. Unë nuk gjej arsye. 85% e shqiptarëve kanë votuar keq. Janë fajtor. Kanë votuar keq dhe kanë përgjegjësi. Se s'kan votuar ty. Jo mua, po jo, ku e thash unë këtë? Jo, ku e thash unë, më thuaj ku e thash unë këtë dhe pastaj. Jo, fakti që kanë votuar. Jo, ku e thash unë këtë? Jo, nuk e theti këtë. Po se theti atë, më le ta them unë. Por ti është rrjedhim logjik. Sipas te, dakord. Nëse unë të falenderoj që ti interpreton pa korrektes fjalët e mia, por unë po të them këtë gjë. Që të votosh sot PS-n dhe PD-n, mua më duket një marrëzi. Mbas 12 vitesh të votosh të qeveri, është po aq marrëzi sa të votosh një projekt politik Sali Berisha, është një parti personale, gjë që e kemi thënë për ditë. Kështu që besoj këtu jemi të qartë që këto 85% votave nuk i sjellin asgjë të mirë Shqipërisë. Tu nuk është çështja votojmë unë apo një parti X tjetër apo Y. Ka dhe opsion tjetër, rri në shtëpi, mos voto. Nuk shqip se votonin partitë e reja, po të paktën bojkoto. Jo. Se po këta njerëz, që unë kam takuar me qindra, me mira në 2 muaj fushat, se ti e di që unë jam punëtor, nuk jam njeri që rri pi cigare në Buzetit. Në rrugëve të Lorës për ditë, në makinë Sarande, lungë Lorës, në Dukate, në Novosele, ku më zinte natas, më zinte mëgjesi, të njëjtët njerëz që shfaqin hapur pak knajsin, sidomos për Partinë Socialiste, të majtë, dhe nuk më akuzonin mua as për hipotekat, as për kadastrat, as për taksat, as për bashkinë, vetëm ankoheshin. Në ku vjen puna, shkuan, votuan, Partinë Socialiste i dhanë 9 mandate. Në zonën time më të ngushtë, në bashkinë Orikum, isha i vetë një kandidat që duhet luftoja dhe mund luftoja dhe kisha folur në vite për domosdoshmërinë e kthimit të bashkisë. Sot bashkia Orikum, njësia administrative Orikum, është lënë komplet në harres nga qeverisja lokale dhe qendrore. Në shkuan votuan pra PS-n, ata që ja hoqën bashkinë dhe ta tjerë që ishin bashkëpunëtorë në heqjen e bashkisë. Se PD-ja sabotoi Tryezën apo që nuk shkoi. Dhe votuan prap këta. Tani, si nuk kanë faj këta njerëz? Për vetën e tyre, se mos bëjnë asnjë dëm. Rolande, kam thënë me vite, unë po të isha parë hesapet e mia, do isha poshtë balkonit me 2 gisha lart, o Sali, o hero, gjithë Shqipëria do të do. E kam pas të zgjedhje. Se kam bërë të zgjedhje. Pse ke bërë atë? Sepse jam ky që jam, dua të rri njeri i lirë në politikë. Tani çfarë do të bëjë partinë tuaj, zoti Kulluri? Do diskutojmë patjetër që do besojnë shtatorët, kaloj kjo periudhë. Edhe ju shtator si PD-ja, se edhe PD-ja kështu ka thënë, shtator do bëjmë analizën. Po mirë, me që e bën PD-ja shtatorët ta bëjmë nga inati ngushtë. Po jo bënin tetor apo pse? E mirë, si doni. Po ta lëm ty ndorat, të fusim antarën e tetë. Mo mos ma lë se ti e pas ke zgjidhur, do të partia juaj që ndryshon nga Partia Demokratike do ta lë analizën e shtatorët si Partia Demokratike. Ne do marrim vendimin çfarë do bëjmë. E dyta, se që kemi në me PD-n, që vërtet përfitore mas do humbe, unë nuk e di se ku e gjete ta bësh të paralizëm, se unë kam dali pari, që kam bajt përgjithësi për të rezultat, kam thënë dështuam me sukses në zgjedhje. Ku është dëshmëria me PD-n Roland, se nuk e kuptoj. Dështove me sukses në zgjedhje? Po patjetër. Ky është rezultati. Pavarësisht nga gjithë presionet e zgjedhjeve të këqija që janë bërë, por nuk ishte shumë larg rezultati që morëm. Tani po bëjmë pyetje tillë. Tani okej, ju keni dalë nga Partia Demokratike, po pse nuk ekziston mundësia që ju të ktheni sërish aty të riformatohet Partia Demokratike, të riorganizohet? Shiko, se ju jeni të djathtë. Besoj që qëndrimi im i të paktën personal, se nuk po flas për vete,
Unë me këtë rezultat që morëm në Vlorë, pavarësisht nga gjithë rrethanat, po them ne, të gjithë shkopit në rrota që janë futur, që nga Sali Berisha, Lulzim Basha, që u ka ta ndisë kjo punë këtu, se mos harrojmë ka një historik si erdhëm deri këtu. Apo. Ka i PD zyrtare që u sabotua nga Basha, nasi u marrë dhe u humbë për arsye se ai sabotonte. U kryo partia re në pak kohë, u kryo koalicioni në pak kohë, nuk patëm realisht kohë të punonim. Dhe dyta, nuk kishim as mjetet financiare, si ca partitë e reja, që kanë shpenzuar miliona euro, apo 100.000 euro. Kush janë të partitë e reja? Po i ditë gjithë se kush janë rrjetet sociale, në përsheshje, në studio televizive, duke blerë kohë televizive pa fund. Ti e di që pjesa më e madhe e studiove kanë qenë pagesë, apo? Apo du ta them unë këtë. Se ti je gazetari. Jo, ti shumë mirë bën që e thua, po. Cila parti e vogël ka hedhur para? Dy partitë e reja kanë pasur. Po kush? I din gjithë njerëzit. Kush i ka bërë takime më ndaja? Jashtë këtu brenda. Po nuk e thua këtë, këtë se thua. Kush ka qenë prezent në për prime time-et? Në këtë median e regjimit? Jo. Me e shikoj. Sa ka qenë njëri, sa ka qenë tjetri, sa kanë qenë pagesat. Se kjo nuk është punë për mua, se ju doni të bëni që unë bëni dhe gazetarin dhe politikanin. Ju bëni vetëm pyetje. Investigoj vetë, bëj emision për të punë, sa ka qenë tarifat e X televizion, të Y, të Z. Ore se që e di unë po të pyesur, ti ose të thua, ose mos e të thua. Po të mos e të thua është gabim. Atë ta gjykoj njerëz e them se them, po njerëz e din vetë. Do dy parti të reja kanë hedhur para për të dalë për ekranët televizive. Po, jo vetëm kaq, edhe për të bërë takime ndaj, për të postuar me 10 njerëz nga një takim në tjetrin me makina, autobus, nëse kemi pasur mundësi. Po nga i gjetën të parata? Ku ta di unë? Me kursimet e rrogës? Po, patjetër. Patjetër, kanë pasur rroga të larta shumë. Kështu që në këto kushte ne patjetër ishim më të dizavantazhuar se të tjerët. E treta që më bën, që është për ta ardhur keq, është të paktën personalisht jam nga pak njerëz që kanë bërë një betejë pa ndalim, të paktën për 8 vitesh për reformimin e djathtës e për të djathtë tjetër. Je lodhur me këtë? Jo, s'lodhem sepse kur njeriu ka drejt nuk lodhet kurrë. Nuk prap kam drejt. Kur ka drejt njeriu nuk lodhet kurrë. Po natyrisht. Fakti që kemi marrë rezultat zgjedhje nuk do të thotë që unë s'kam pas të drejtë. Prandaj po them që këtu ka një problem. Dhe këtë ma kanë shprehur njerëzit. Je vetëm i burr që ke folur, ke qendruar ndaj Berishës, ndaj Bashës, ndaj mënyrës se ka funksionuar keq PD-ja. Dhe votat shkuan prapë aty, pjesa më e madhe. Domethënë, këta njerëz nuk e duan realisht të ndryshojnë gjë. Se ndryshe nuk do të votonin PD-n 500. Tani po bëj një pyetje të tillë zoti Kulluri, që ju thatë që ka pasur abuzim në zgjedhje. Okej, edhe Partia Demokratike zyrtare, këtë qendrim. Edhe OSBE këtë ka. Jo, okej, në rregull. Tani, pse ju bëni përgjegjës Sali Berishën? Për çfarë? Për zhvillimet e PD-s. Për procesin zgjedhor, përgjegjësi kryesore qeveria, nuk kam thënë Sali Berisha. Po që këta kanë qenë ortak. E pra që ka bërë. Patjetër, po pse nuk kanë bashkëpunuar për kodin zgjedhor? Nuk bashkëpunuan për votimin me posta. Kur kemi kërkuar që procesi zgjedhor të kryhet si në Shqipëri,